Partia Demokratike mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese në lidhje me vendimin e miratuar në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Territorit për mosdhënien e lejeve të ndërtimit për pushtetin vendor deri pas zgjedhjeve vendore të vitit 2015. Deputeti Oert Bylykbashi u shpreh se ky vendim është një akt i pastër antikushtetues dhe se nuk u mor vetëm për të bllokuar punimet nga Bashkia e Tiranës e kryesuar nga lideri i opozitës Lulzim Basha. Kjo nuk është çështje vetëm sulmi ndaj kryetarit të opozitës. Para që duhet kuptojmë është paligjshmëria antikushtetuese në bërjen e saj. Nuk mundet një kompetencë që kushtetuta dhe ligji ja jep bashkive dhe komunave, nuk mund t'i merret me vendime qeverie, aq më keq me vendime të Këshillit Kombëtar të Territorit. Kjo është një çështje qartazi që ka përplasje me kushtetutën, instrumentet do të gjykojmë rrugës. Por është një akt i paligjshëm dhe unë besoj që edhe organet e pushtetit vendor mundet ta injorojnë haptëse. Deputeti demokrat u shpreh se politika e Edi Ramës ka për qëllim të rrafshojë autonominë vendore. Sigurisht që ka një objektiv politik të qartë. Kryeministri, i cili bërtiste me zot lart për cënim të autonomisë vendore, më parë sot është ky i cili po e rrafshon autonominë vendore. Në momentin kur ai shpreson të marrë sa më shumë pushtet, edhe në pushtetin vendor mbas 2015-s, atëherë vetëm atëherë ta vërë në zbatim kompetencën që ka pushteti vendor për nxjerrjen. Vendimi i KKT-s është argumentuar nga Rama si një masë për të ndaluar rënimin e mëtejshëm të territorit, ndërsa demokratët e shohin këtë veprim si shkeljen e kompetencave të vendorëve nga ana e shefit të ekzekutivit.